Dita ndërkombëtare e romëve është një kremtim i historisë rome, traditave dhe kulturave ashtu si dhe thirrjeve për përfshirje sociale. Për të zhënuar këtë ditë, paraprakisht organizata Amareo Ternipe dhe Betani Christian ftuan fëmijët e këtij komuniteti në orën e vizatimit, me qëllim që përmes punimeve të tyre të paraqesin njohuritë e tyre për traditën e komunitetit që i përkasin, shtojnë ndër të tjera përfaqësuesi nga Amareo Ternipe Emra Tërmjani. Aktivitetet kryesisht për ditën ndërkombëtare rome kanë filluar që nga dje me turnirin e futbollit të cilën e kemi organizuar. Sot kryesisht do të kemi aktivitete kryesisht me fëmijët, ku në partneritet me organizatën Bethany Christian Services dhe me organizatën tonë Amareo Ternipe, kemi organizuar aktivitete me fëmijë ku do t'ju ligjerojmë në lidhje me ditën ndërkombëtare rome, me historiatin, traditat, kulturat, simbolet dhe gjithçka që ka lidhet me këtë ditë. Dhe në njëjtën kohë do t'i ekspozojmë edhe punimet e fëmijëve. Përmes aktiviteteve të këtij lloji, po synojmë që fëmijët e komunitetit rom të jenë sa më aktiv. 8 prilli është cilësuar si dita ndërkombëtare e romëve, që synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballen komunitetet rome në të gjithë botën. Kërkesat kryesore të kësaj shtresi janë për integrimin në jetën sociale e ekonomike të vendit, mundësitë për punësim, strehim dhe arsimim.